Shikues nderuar, jemi rikthyer sërish në aktualitet këtu në TV Televizion për të njohur me zhvillimet më të fundit tashmë mes Rusisë edhe Ukrainës, po për të zbuluar më shumë, fillimisht do ndjekim një insert më pas do të prezantojmë të ftuarin e ditës. Natën e 9 korrikut, Rusia nisi një nga sulmet më masive ndaj Ukrainës në muajt e fundit duke përdorur dron sulmi, raketa kryes dhe raketa hipersonike Kinjal. Sipas forcave ajrore ukrainase, sulmi kryesor kishte në shënjesë rajonet perëndimore të vendit. Edhe para mesnatës, qindra dron Shahed kaluan hapësirën ajrore ukrainase, duke fluturuar në përqendër të vendit, por shir Kievin dhe duke drejtuar drejt perëndimit. Shpërthime dhe aktiviteti i mbrojtjes ajrore u dëgjuan gjatë gjithë natës në kryeqytet. Një harë që tregon rrugët e përafërta të raketave dhe Shahedve është publikuar, duke konfirmuar shkallën e sulmit. Objektivat kryesore ishin Luz dhe Ternopil, të goditura si nga dronët ashtu edhe nga raketat. Kinjalet u lëshuan drejt Gjitmori, rajonet perëndimore si Lviv dhe Ivano-Frankivsk u sulmuan gjithashtu në këtë natë. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Lutfi Bilali. Zoti Bilali, ju përshëndes, kënaqësi që jeni me mua sot. Na sjellën nga unë ime. Zoti Bilali, për ta nisur me insertin që sapo dëgjojmë dhe për të mësuar më shumë informacione, çfarë mesazhi strategjik po përcon pra Rusia me përdorimin e këtyre raketave hipersonike? Po, sigurisht që nga fillimi i luftës Rusia, meqense ata e përmend si operacion special, por kjo është luftë de facto. Më them që taktikisht strategjia ruse, bombardimet që i kryen në pjesën perëndimore, sidomos në Lviv, pastaj në Zhitomir, në pjesë që do thotë nuk aktivisht përdor kryesisht bombardime në distancë, dhe potenciali i tyre zakonisht i raketave Shahed 136 që bili ka qenë duket mbrëmja që nga fillimi i operacionit i luftës, do thotë dikon përmi 700 dronë. Do thotë volumi dhe masoviteti i këtyre dronëve ka qenë më i madh deri më tani. Do thotë taktikisht rusët në distancë bombardojnë pjesën perëndimore, ndërsa në pjesën lindore ku kanë vijat e frontit dëshirojnë që them kështu pas hapi me marrjen e një fshati të arrijnë afër përkufisimit asaj që quhet linja e Dnjeprit. Dhe këtu rusët kanë synimin që të arrijnë edhe me 3 regionet Çernihov, pastaj Sum dhe Harkiv. Harkivi është jashtëzakonisht i sulmuar, pse vija ajrore do thotë shumë afër me kufirin me Federatën Ruse. Por strategjia ruse është të bëjë presion komplet në tërë territorin e Ukrainës. Ukraina i ka 603.000 kilometra katror, duke futur këtu edhe Krimen, po flasim statistika zyrtare. Dhe rusët momentalisht janë parafërsisht 110.000 kilometra, do thotë në territor sa është shteti i Bullgarisë nën kontroll. Dhe këtu është, do thotë, strategjia ruse që të jap presion në pjesën perëndimore, që realisht kjo pjesë është edhe hyrja e furnizimit të Ukrainës me sistemet dhe furnizimin me armatim nga aleatët, kryesisht perëndimor të vendeve të NATO-s, që prind do thotë Anglia, Franca dhe Gjermania. Por Polonia është jashtëzakonisht aktive dhe në këtë drejtim mendoj që rusët bëjnë presion edhe ndaj forcave evropiane. Tash në informacionet e fundit janë që edhe Trump bile ka qenë ajo fjalia e Zelenskit që telefonata e tij ka qenë jashtëzakonisht produktive që nga kontaktet e para me Trumpin, pas marrjes administratës amerikane. Dhe mendoj që Trumpi ka filluar ta rikthej pozicionimin që amerikanët duhet të furnizojnë, sepse ka qenë ajo ndalesa për HIMARS, në raketat HIMARS, pastaj për raketat Air F-16, por edhe pjesë të granatave 220 mm, që janë jetike për Ukrainën. Por rusët për momentin dëshirojnë që të bëjnë shkatrime në infrastrukturë dhe goditje dhe psikologjike për gjithë banorët, për gjithë territorin e Ukrainës. Qartë. Zoti Bilali, sa efektive po rezulton dhe mbrojtja ajrore ukrainase ndaj kombinimit të dronëve Shahed, raketave Cruise dhe Kinjal?
Thonë drejtën është problematike. Sistemi Patriot me cilin me këmbgulje dëshirojnë Gjermanët ta furnizojnë Ukrainën, që do thotë është patent amerikane, duhet një leje nga amerikanët, që besoj që do arrijet. Sistemi mbrojtjes kundërajrore i forcave të ushtrisë ukrainase mund të themi që është ndoshta në momente sidomos për Kinxhallën është jo efikas, po ashtu edhe për Iskanderin. Dhe janë të gjitha këto, mos flas për Cirkonin, që janë të pandalshëm, që hyjnë në radhën e dominit të efikasitetit, sidomos të aspekteve tekniko efektive kështu të asaj që njihen sot këto raketa. Kryesisht Kinxhall goditjen e bën nga platforma e MiG-31K, e cila në aktivizimin e saj në goditjen në ajër lëshon këtë raketë dhe është, mund të them për momentin është e pandalshme, edhe pse ukrainasit sistemin e tyre, diçka të teknologjisë gjermane të mahershme kanë pasur po edhe në kapacitetet e tyre që nuk janë efikase, sidomos për këto që tham për Kinxhallën i cili po edhe Toçka. Ashtu është problematike që në ndonjë rast kanë pas, mund të them, ndonjë sukses, mirë po sidomos të dronët, por të Kinxhalli dhe Iskanderi është problematike të ketë efikasitet mbrojtja kundërajrore. Dhe për ata, ukrainasit mendojnë që amerikanët të dhonë vizën për sistemin Patriot, meqense nuk dihet është teknologjia ndoshta e viteve të 90-ta që ndoshta nuk përputhet shumë me atë që është efikase për të dhënë kundërpërgjigje. Por sidoqoftë ukrainasit janë treguar efikas në disa momente, sidomos me shkatrimin, mund të them, hajde të im në përqindje dikon 70% efikasitet në goditje të dronëve, mirë po të raketat e tipeve të tilla që kanë mahin jashtëzakonisht të fuqishëm dhe të shpejt është problematike të jetë efikase. Qartë, Zoti Bilali, nga ana tjetër, si ndikon ky lloj sulmi kompleks pra në unitetin, por edhe në vendosmërinë e vendeve perëndimore për të vazhduar edhe mbështetjen ndaj Ukrainës? Aspekti, do thotë, i tërë strategjisë të evropianëve është që Ukraina patjetër miliarda të jipen për furnizimin në aspektin e mbrojtjes dhe të armatimit, furnizimit me armatim. Kryesisht ka qenë unike, mund të them drejtën, treshja, dyshja e evropiane dhe Anglia jashtë daljes nga Unioni Evropian, por alianca e tillë e treshës mund të them që ai kande polak, gjerman dhe francez ka qenë më efikas, sepse polakët tradicionalisht kanë përvojë me rusët dhe mund të them janë më tepër të mobilizuar dhe kanë, mund të them, të drejtën që operojnë, nuk ka të dhona, ka mercenar nga Polonia apo nga Franca, nga vende tjera, por Polonia është interesuar që vjen e mbrojtjes të strukturave, mund të them, të gjitha gjenive në Ukrainë ta forcojnë, nga se mendon që rreziku historikisht, por edhe sot vjen nga Rusia. Dhe Anglia luni mision, mund të them, të vijes, ta quaj thojza të ashpërt, me atë që njihet që nga periudha e Boris Johnsonit, por edhe tash të Stramerit, i cili jap këthret iniciativa apo grupin e vendeve të vulletit të mirë për Ukrainën, të cilët të dojnë që Ukrainën të them drejtën mos ta lënë në lloç dhe të kenë, sepse është portë e Evropës dhe ramja e Ukrainës nënkupton që bloku lindor rrezikohet edhe Polonia, por edhe pjesë tjera të cilat në kohën e Bashkimit Sovjetik ka qenë pjesë e këtij kampi. Por momentalisht sot evropianët dëshirojnë që ta kenë tandemin dhe marrëveshjen dhe koordinimin me amerikanë, sepse përndryshe, sidomos ajo që ka të bëjë me mbrojtjen kundërajrore pa amerikanët, pa thardhin amerikan, është problematike, shumë në luftën Izrael-Iran. Mirë po, momentalisht, edhe tu ka qenë pojenta e Putinit, që të bëjë përçarje mes amerikanëve dhe evropianëve. Por më duket që këto 2 ditë e fundit e kemi një kthesë që amerikanët, administrata amerikane
ka filluar ta rishikoj gjithat sjellje ndaj Putinit dhe besoj që ka shtyr Trumpin ma herët të jetë të them më i butë me Putinin dhe tash të bëj këtë kthesë është problematike. Nuk dëshiroj të hyj në teoritë e konspiracionit, por si duket të gjithë ata që kanë menduar që lufta në Ukrainë, kom qenë edhe njëri nga ata që kanë menduar që s'ka ku deri në fillim të vjeshtës do kemi një përfundim të luftës, mendoj që do kemi një kohë zgjatje apo është taktizimi i amerikanëve që të dhënë presion Putinit edhe sanksionimet që do vinë plus nga amerikanët, është vala 18 evropianëve që kanë vendosur sanksione të reja, do jetë ndoshta efikase për ta kthyer në tavolinë. Qartë. Zoti Bilali, nga ana tjetër, çfarë përfaqëson përdorimi, ashtu si e tham, pra i 728 dronëve në një natë vetme për kapacitetin industrial dhe strategjinë afatgjatë të Rusisë? A mund të jetë kjo një dëshmi e prodhimit masiv, pra të mbështetur nga Irani? Të gjithë ata që kanë menduar që Rusia është një aleate tamam besnike e Iranit, ish ministri, ish ambasadori iranian e ka një tekst shumë mirë që rusët nuk kanë qenë ata që kanë furnizuar me Sojin 35, pastaj edhe me sistemin e mbrojtjes kundërajrore, rusët kanë bërë një lojë sepse kanë edhe raportet e mira me Izraelin. Por te Irani kanë le ma herë dhe kanë një marrëveshje për furnizim të dronëve, Shahed 136, por besoj që Korea e Veriut dhe Kina kanë po furnizim për rusët. Dhe këtu, por edhe brenda Rusisë, ki lloj edhe të tipeve të bile, më duket që ata kanë kaluar në një sistem të tillë për mbrojtje, mund të jetë edhe laser kundër dronëve ukrainas. Rusë prodhojnë edhe vetë, por do thot nga industria atyre ushtarake, sepse janë në fazën e tillë, bile mund të them drejtën ato që njihen në sistemin e artillerisë janë jashtëzakonisht efikas dhe sa prodhon Rusia për 3 muaj komplet forcat e Unionit, forcat e NATO-s për një vit nuk janë këto shënimet të vetë perëndimorëve. Dhe të gjithë këto kapacitetet e ushtrisë ruse në prodhimin e dronëve janë edhe vendor, por kanë edhe importe nga, nuk di, është problematike sa janë të kyçur kinezët. Kinezët janë të interesuar që Rusia ta fitojë luftën në Ukrainë. Dhe gjithë ai potencial ose teknologjia, inovacioni kinez në fushën e zhvillimit të dronëve mund ta furnizojë Rusinë. Mirë po ajo është më mas sepse teknologjinë superiore që kanë kinezë nuk e dërgojnë në Rusi. Mirë po është e vërteta që furnizimi kryesisht vjen nga këto tre këndshë, Iran, Kinë dhe Korea e Veriut. Zoti Bilali, çfarë implikimesh ka fakti që 415 dronë humbën në vendodhja? Tregon kjo për një mungesë transparence ose një dështim për atë sistemit të ndjekjes Ukrainas, apo ndryshe për përdorimin e taktikave të reja të maskimit dhe manovrimit nga ana e Rusisë sigurisht? Dronët për shembull sot në treg kemi edhe ukrainasët të kanë përdorur gjatë sulmeve në bombarduesit 95 tu dhe 22. Dronë që do thotë kosta e atyre është jashtëzakonisht e ulët. Dorsa çmimi i një Tupolevi ose 95 ose 22 është me qindra milionësh. Por do thotë taktika është që edhe mbrojtja kundërajrore ukrainase do thotë shkrepjen e raketave të tyre për mbrojtje kundërajrore për një dron $7,000 taza ose $5,000. Është nuk të jemi sakt në atë që çmimi Shahedit sa është, po dikon ato sille. Do thotë taktikisht mendojnë që t'i krijojnë kundërshtar shpenzime. E dyta nuk është humbje e madhe për shembull edhe për atë flotilën e dërgimit të sulmeve me dron, që thash 60% e tyre mund të shkatërrohet. Do thotë është kosto ekonomike që mund të përballohet. Dhe taktikisht rusët mund të them kemi në vitin e 4 të luftës, por edhe ukrainasit kanë fituar tash mund të them një përvojë të re dhe taktizime të tilla në luftra, sidomos kur sot është epoka e lufta në distancë, por me dron, por komsoria nuk humb asnjëherë, sepse për të arritur qëllimin për të kapur një territor, për ta shtyrë në administrimin e një vendi, ose ati që bën agresionin, patjetër është infanteria dhe komsoria e nevojshme. Por në aspektin e tillë të sistemit të dronëve, rusët
mund të them, kanë këtë taktizim, me qenë se dhe ukrainasit, thonë drejtën, kanë goditur për brenda Federatën Ruse dhe kanë shkaktuar jashtëzakonisht domet ekonomike të Rusisë, sidomos në atë që njihen si sistemet të infrastrukturës, por edhe të komandave ushtarake dhe bazave ushtarake ruse, është jashtëzakonisht efikas nga ana ukrainasve. Me qenë se potenciali rus i aty në 17 milion kilometra katror, që është Rusia, është vështirë që të kryet brenda 2-3 vite ose të godit ose të shkatërrohet. Rusët kanë një strategji, sidomos ajo që njihet si doktrina Gerasimov, e cila qysh në vitin 2014, që nga lufta speciale hibride deri te ajo konvencionale është e përgatitur qysh me marrjen e invazionit në Krime. E qartë. Zoti Blali, nëse marrim të mirëqënë se Rusia po përpishet pra të testoj, po i shuaj tolerancën e perëndimit, si mund të ndikojë kjo në vendimet e ardhshme të NATO-s apo dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës për furnizimin me sisteme më të rënda përfshirë këtu dhe avionët luftarek? F-16 që sidomos ka qenë ka spekulime, njerë ka pas një furnizim duket nga Çekia, edhe Holanda po ashtu, Danimarka është ajta që kështu sekret që nuk i pet është tani publik, se ku janë këto bazat që duhet të furnizohet Ukraina me sisteme sidomos të aviacionit luftarak që mund të godasin dhe mund të shkaktojnë probleme Rusisë dhe mund të jenë përgjegjja më e mirë. Por aja të thonja e Ruthës, sekretari gjenerale të NATO-s, që rusët përgatiten në komplementarik dhe në dualizëm, një lidhje është aleancë me Kinën, që Kina të bëjë sulm në Tajvan dhe Rusia në vendet e NATO-s. Kjo do tjetë, unë nuk besoj që është, kur e thëtë sekretari gjenerali i NATO-s, nuk mund tjetë spekulim, nuk është gazetar apo analist, dhe mendoj që mendimi ti duhet merret në mënyrë, thënia ti duhet merret në mënyrë serioze. A ka mundësi që NATO të angazhohet dhe sidomos. Por problemi që ndron në atë lidhje dhe korrespondencën dhe mund të them komplet kombinimin dhe atë që njihet si lidhje e aleancës, por në NATO rolin kjo që kanë amerikanët. Pa amerikanët është vështirë, sidomos mbrojtja kundër Europës, që thash edhe më herët. Mendoj që evropianët dëshirojnë që të keni gjuhë të përbashkët me Trumpin, për furnizimin e Ukrainës me armatim, i cili mund të jetë efikas dhe mund të them paqja sot mund sillet vetëm po që se kemë balanca. Nëse nuk kemë balanca, atëherë apetitet e kundërshtarit rriten. Por një është e sigurt, taktizimi i Putinit, meqense është ndoshta ndaj një temë tjetër që do ta kemi në planet të ardhmen. Është problematike që kemi edhe konflikte të reja që është edhe në prag konflikti në Kaukaz dhe sidomos raportet me Azerbejxhanin, pastaj problemet me Republikat e Azisë Qendrore. Të gjitha këto tregojnë që e ardhmja do kemi kriza dhe lufta që mund ta çojnë në kaos. Qartë, zoti Blali, për ta mbyllur pikërisht doja ndalesha tek shkrimi juaj që keni bërë pak orë më parë të tensionet mes Rusisë dhe Azerbajxhanit, të cilën e quani në pikun e krizës, për të na shpjeguar më shumë rreth këtyre 6 pikave që ju keni shkruar. Po, sa të mundem të jem më ekspres, më i shpejt. Patjetër. Mendoj që fillet ka nisur me, mund të them, provokimin rus në një qytet rus ku janë bë arrestime dhe të disa emigrantëve azerbaixhanas dhe 2 vëllezër të cilët kanë mësuar dhe nga torturat kanë vdekur në burgjet ruse. Dhe Jekaterina Burg, më duket, është ai qyteti i pjesës që hyn jo fort larg kufizohet me pjesën e Kaukazit Verior dhe atëra kjo dhe burgoset e një numri të qytetarëve azer. Dhe në si kundër përgjigje Azerbajxhani ka mbyllur dhe ka rrethuar agjencinë e lajmeve Sputnik, e cila është propaganda, mund të them, levi i fuqishëm i Putinit, jo vetëm në këtë pjesë, por edhe në pjesë tjera, sidomos në Serbi është shumë efikas Sputniku. Dhe do thotë goditja e tillë dhe arrestimi i, mund të them, atyre që e udhëheqin këtë medium, të cilët dyshohet që janë spion të FSB-s ruse. Dhe kjo tëra ka arritur të kalojnë në një krizë të re në raportet me Azerbajxhanin, të cilat pastaj kemi protestat të cilat kanë pasur ndikim që edhe
evente të cilat kanë të bëjnë me kulturën, festivale të ndryshme që janë lidhje të raporteve, sepse në Bashkimin Sovjetik do thotë kanë qenë një histori kështu të, mund të them, të dyzimit të përbashkët në shumë aspekte. Dhe ajo që Alijevi i Azerbajxhanit ka kërkuar dhe rëzimin e një aeroplani në vitin e kaluar, kur goditur konsiderohet që kjo goditje është bërë nga Pansjernishi dhe 38 utarë kanë humbur jetën. Ka kërkuar një shalem dhe kërkimfalje. Rusët e kanë marrë kërkesën, por kërkimfalje nuk kanë bërë. Dhe ky raport ka shtyrë që edhe Alijevi në paradën e 9 majit të mos duket në Moskë. Dhe gjitha atëra kjo ftohje ka një shenjë që mund të kemi një konflikt të ri, edhe ta quaj edhe një luftë ose një invazion rus, sepse në ka aspekt do thotë janë interesat jashtëzakonisht të mëdha, edhe burime të mëdha të naftës dhe gazit, vanit të gazit që është i nevojshëm dhe të përdorën përmes Turqisë në Unionin Evropian. Të gjitha këto do thotë kanë shtyrë që kjo krizë të evolojë që do thotë do ketë probleme në të ardhmen sa i përket edhe sigurisë të Azerbajxhanit, por edhe hapjes së një fronti ku interesat turke, po dhe Izraeli ka një bashkëpunim jashtëzakonisht të madh me Azerbajxhanin, do thotë Irani po ashtu, do thotë kemi një situatë jashtëzakonisht të komplikuar, e cila mund pastaj të vijë edhe deri te një aleancë e cila mund të krijojë që Turqia pa dashur mund të jetë implikuar dhe të ketë, mund të them, kërcim të raporteve me Rusin, ato ku preket Azerbajxhani, realisht preket edhe Turqia. Pastaj është pjesa e një koridori i cili është jashtëzakonisht jetik për Azerbajxhanin, por mund të them edhe për furnizimin me energji, që hyn të pjesa me Armeninë, e cila kontrollohet dhe ky korridor është jetik, i cili është një pjesë aty që lund disa kilometra që ka interesa edhe Irani. Dhe kjo tëra bën këtë situatë të komplikuar dhe mund të kem pastaj raportet të cilat mund të jenë në raport Indi, Pakistan dhe Iran. Gjitha këto dy, kjo pikë në Azinë Juglindore dhe kjo pikë mund të them në Kaukaz apo në Azinë Qendrore, mund të jetë shenja që Rusia mund të japet edhe një front që do ishte pozitive për Ukrainën në këtë rast. E qartë, mirë zoti Bilali, kemi arritur në fund, ju falenderoj për informacionet. Ishte kënaqësi, falenderoj shumë, kënaqësia është e imja. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët, bashkimi sërish nesër me tjera temë.